إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu dhul Gjelal, I cili na ka bën prej fejes islame, e cila e vetme është e pranuar te Allahu dhul Gjelal, pas që Allahu dhul Gjelal po thot inna dine inda Allahil Islam. Te Allahu dhul Gjelal feja e pranuar është Islami, apo në nështrimi me u bë teslim Allahu dhul Gjelal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tina atrima dhe besnik. Lus Allahu dhul Gjelal që në këto salavate me pas edhe na pak një pjesë, pasi që kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërgumi I tina. Vlezën, shtunën, dilën, edhe gjumon, duke se e kena pushim, a e kemi pushim ajo? Atë hanën e këta, se I këmë dëllashit ditë. A pse e kena pushim? Psa veli gden? A qështu ajo? Po. E tash, na duhet me ditë edhe na, psa veli gdeni edhe pse disa njerëz I folin për Isën a.s. shka mos. E na si musliman shka duhet me fol? Ka komplet sure, komplet ajete shka folin për Isën a.s. Edhe na si musliman duhet me ditë ato. Inshallah Zoti na uzon ka hajri edhe ka e mira. Ajo shka shumë me rëndësi, shumë me rëndësi. Ka në hadithin të cilën e transmeton Abdullah ibn Samit. I sahabia e ka ngu pejgamberin a.s. duke thonë një sen. Men shahide en la ilahe illa Allah. Kush dëshmon që s'ka zot tjetër përveç Allahut. Na Zotin e kena këta në dëshmi, në shahadet. Kush dëshmon që s'ka zot tjetër përveç Allahut. Wahdehu la sharika leh. I vetëm është Allahu. Nuk ka shok. S'ka shok, as nuk ka ortak, as nuk ka djallë, as nuk ka vazë, as kur gjonë nuk ka, I vetëm është. Sukur shka thojnë, kul hu Allahu ahad, Allahu samet, lem jelid, wa lem juled, wa lem jekul lehu kufuven ahad. Këtë surë dina përmensh. Kjo është një e treta e Kuranit. Wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Dhe se Muhammedi a.s. është robi tina edhe pejgamberi Allahut. Tërë qëto është e qartë. Masën e shka thot, wa anna Isa Abdullah, Isa a.s. I cili akon para Muhammedi a.s. 571 vjetë. Është robi Zotit. Na pra si musliman, e besojna Isën që a pejgamber, pi pejgamberve ulul azm, pi 5 pejgamberve që kanë dallu, një pitinve është edhe Isa a.s. Ibnu ummetihi, edhe është, dhe thot, djali I nanës vetë. E ka pas Isa non, e ka pas Mejremin a.s. Gruja e parë e cila ka me hijen xhenet, e cila akon e ndershme. Të thot qëta e ka pas na I thojna Merjem, shkijet I thojnë Maria, qaj ashtë, apëton, Merjemi Maria qaj ashtë, apëton. Wa kelimetun elqaha ila Merjem wa ruhum min. Edhe fjala qka ju ka dhonë nanës Isës a.s. është shpirti pi Zotit. Sukur shka I kena na ketë shpirtin. A kena shpirt na?
Kur del shpirti, shka bëhet? Gjenaze bëhet, që apshe. Shpirti ka shku mo të veni vetë, mas e mbet veç trupi. Dhe thot, edhe Isa a.s. shpirti ju ka dhonë të nana e vetë, me fjallën kun feje kun, bëhu edhe e bëhet. Qështu na besojna? Besojna që Allahu Dhul Gjelal e ka thonë banu edhe ashtë bon, pa babë, se dikush e akuzon Isën, apëtën. Na nuk e akuzojna, na thojna që janë pejgamberi i Allahut. A e majtet me në vlezë. Pejgamberi i Allahut ka lind pa babë. Sukur Ademi a.s. Shka ka lind pa babë edhe pa nëon, e ka kriju Allahu Dhul Gjelal, edhe Isën që ashtu e ka bon e pa babë. Wa anna jannetu haq, edhe gjeneti është haq. Wa anna nara haq, edhe gjehenemi është haq. Edkhalehu Allahu l'gjenne ala ma kane min al-amel. Ka me shti Allahu Dhul Gjelal qëtë njerin, qëfar do punët pas bon kjetë? Ku ka me shti në gjennet? Ka një hadith tjetër, sukur që ki, ama e ka dhe një vazhdimësi, dvogël. Unë e shpja përmeni që atë vazhdimësien, se ka përmeni Buhariu, edhe Muslimi. Po na për libra qerat hadithit e përmendet. Thot ka me hinë gjennet na për 8 dyrt e gjennetit. Gjenneti i ka 8 dyrt, që ki do thot, shka beson që të sejnë shka i folum, ka me hinë gjennet na për 8 dyrt e gjennetit. Ti pra, a dëshmon që Allahu është një, edhe s'ka shok? A dëshmon që Muhamedi a.s. është pejgamberi Allahut? A dëshmon që Isa është pejgamberi Allahut? A dëshmon që fjala shka i ka ardhën nanës Isës është hak, me fjalën la ilahe illallah, kun fe kun, bëhu edhe ja bon? A beson që gjeneti është hak, edhe gjehenemi është hak? Po, ta di se je pi banorëve gjenetit, inshallah Allahu Dhul Gjelal na ban pitinve. E Allahu Dhul Gjelal, qka për thotë Kur'an në surën Nisa, ajeti 157. Wa ma qataluhu, wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum. Allahu Dhul Gjelal për thotë, nuk e kanë vra, as nuk e kanë kryzu Isën a.s. Walakin shubbiha lahum, por atenve ju ka bon shybhe kjo pun. E që kjo puna që ju ka bon shybhe, masë ne djetarët islam, qka kanë bon komentet e veta. Unë për veti për foli, mas shumë të shka po më begeniset, pi ketë këtëve komenteve, komenti i gjallit mingjës pejgamberit a.s. Pejgamberi ka pas gjall mingje ka Abdullah ibn Abbasin. Abbasi edhe baba pejgamberit vllazën, Muhamedi a.s. edhe Abdullahi kusheri, të partë kusheri. Mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qki Abdullahi, djali mingjës pejgamberit a.s. a konë komentatori numër 1 i Kuranit. Edhe këtë Kuranat, kër i bon tefsiri, pa e morë fjallën e këtina, së ne bojnë tefsir. Dhe thot, është numër 1 për Kuran. Ki shka për thot, kur ka ardhë lajmi, se përdojnë me zonë Isën a.s. Isa a konë me havarijunët. Havarijun shka janë njerëzi shka i kanë besu Isës a.s. Edhe shka e konë krahi gjathit të ndëve. Shka Allahu Dhul Gjelal ju ka dhonë shumë sene me pa ata. Apëta. Edhe Isa a.s. ka lip për të ndëve, ka thonë kush po më zavënson muë. Kush po më zavënson muë, njoni për havarinve e ka quë dorën, ka thonë, une po du me zavënsu. Edhe atëherë Allahu Dhul Gjelal e ka ngrit
Isën a.s. në qiell, e kanë ngrit Isën në qiell. Edhe kur kanë hije ato ushtarë për me vra Isën, që ki ju ka bon të shbih, ju ka parafitëru së kur më konë Isa a.s. Edhe e kanë vra e ka njonin për shokëve të Isës a.s. Ki në tefsirin e Koranit që shton për e kalzon këtë ndodhi. Por ajo shka ma kryesore, na pra si musliman besojna se Isa është njeri, së kur njerëzit qërë, shka thonë robi Allahu dhul Gjilal, shka Allahu dhul Gjilal i ka thonë shumë mugjize. Ka mujt me ngjall njerin, e ka mujt me të kallzu e shka kite shpia jote, edhe mishnosh njerëzit, edhe shumë sene shka ja ka thonë si mugjize Allahu dhul Gjilal Isës a.s. Por qaj i cili beson se Isa është pejgamberi Allahut, sikur shka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe shka beson se nana Isës është gruaja e ndershme edhe pastërt, e cila ka mbajtur shtatzon me fjalën e Allahut kun fe kun, edhe shka beson se xheneti është hak, edhe xhehenemi është hak, që ke njerë ka me hije në xhenet. Inshallah Allahu dhul Jalal na ban pitende. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.